natyrës është i papërshtatshëm. Tani, na gjenë sa polak, francez, çek, kishte edhe kosovar aty ke vila e diktatorit, një vilë që duhet djegur 91-shin, për mendimin tim. Shqiptarët duke qenë djegur me gjithë diktatorën brenda 91-shin. Me vjen këtu revolta zemrimi protestuesve që hedhin një molotov atje apo një shash te matan dhe na qenë nga që rëndësishme jeta e kujt do të huaj dhe jeta e shqiptarit jo. Ky është sjellja e këtij krimini, ky është krimini i shqiptarëve. Policia ka detyrim, rendin, sigurinë, jetën e çdo individi, pavarësisht çfarë shtetësie dhe etnie ka ai. Se rendi dhe siguria nuk kanë me targa, nuk kanë me pasaporta. Nëse ti je i huaj do të je shejtor, zot preka, sikur po je shqiptar do të hedhin kanalet të masakrojnë. Ai duhet shkarkuar zotria i Prota dhe i Tiranës për ushtrim të dhunës ndaj protestuesve. Qënë protestat më pashme. Po pra, për shkarkimi tyre vjen pas protestës opozitës, por ju nuk e lidhni me ta. Unë mendoj se ky është preteksti dhe jo shkaku. Është gjetur një moment, por se shkoi atje dhe bëri, tha gjeta traumatizuar, i pat fotot në internet si i kishin hedhur postimet vetë, ishin relaks si në plazh. I kërkoi edhe ndjesë. Gjithë happy, gjithë duke qeshur, vetëm kërcimi mungonte. Ai që të trashtuar, traumatizuar ishin. Krejt në kokër të qefit. Pra, mjeti propagandës i qeverisës për të prodhuar lajm me të huaj. Sido që tjetë në momentin që je brenda një ambienti dhe ty të vjen një molotov në ambientet e rezidencës ku ti supozohet që je duke luajtur apo je duke mbajtur një aktivitet. E dinin në masat e marra të forca policisë, e dinin distancën e zhvillimit të protestës me diktator shqipin atje, e dinin këta njerëz, nuk kishin marrë masa këta se turma, dele dhe jashtë kontrollit, e shkon kudo. Po mirë, policia që hedh gaz në gjithë zonat e banuar, të shkolle e baletit, të zona e parlamentit, të blokin, i parë se çfarë dënësi e gaz, që hynë nëpër banesa, leri ta që në rrugë. Ai që është në banesë nuk është duke protestuar me një dëshirë që mund të ketë. S'ka patur ankesë. Atëherë, s'ka pasur ankesë, do presim të vdesit dikush. Se njerëzit, gazi ka hyrë, pa ankesë me ankesë. Pra, në këtë drejtim, pra dhuna dhe ushtrimi i këtyre veprimtarie jo proporcional në krahasim me reagimet e protestuesve, është prisa të shifja denoncime për oficerët e policisë, për drejtues, jo oficerët e policisë. Oficerët e policisë, shumica e tyre janë sakrifikues për rendin dhe sigurinë. Ndërsa kjo kupola drejtuese ku ishte Prota e shokët e Protës, e mbani mend ju besoj një lloj kujtoj deklarimin e zotit Domani në seansat dëgjimore në parlament, në raportimet e tij në komisione dhe në parlament, kur thekson se ka oficerë të lartë policie që më dalin në përdose, që janë të lidhur me trafikantët e drogës, që janë në bandat e krimit, që janë në grupet e mafjes, dhe ish drejtuesi i strukturës së posaçme i referoi materialeve që kishte ndosje. Ai ishte duke na thënë, unë nuk e di se pse është hequr kaq vonë. Ai s'duhej vonë fillimisht, por janë edhe të tjerë brenda sistemit. Edhe drejtori i Tiranës ka qenë në SPAK vitin e shkuar. Ndonse pas daljes nga seansa ku është marrën pyetje nuk ka rrëfyer, nuk ka treguar se për çfarë ka dëshmuar dhe pse ishte ftesa e prokurorëve dhe hetuesve, agjentëve të BK-s. Pra ne këtu kemi një përballje institucionale të administratës, të kryeministit, të zëvendës kryeministit, të ministrave, oriant pandehur dhe dështohet numri i tyre. Ai ka filluar luftën me SPAK dhe dele këtë e hoqja sepse mu rrezikua, askush nuk është rrezikuar aty.